këtë sezon nuk besoj që pështon Llapi, edhe Vushtria. Sahiti, kush bie nga liga? Veni 90. Llapi s'pështon. Veni 90 E ka për Llapin, do me gjunë 7-ën, 6-ën. Unë po menoj që Bane analizë Beagit Field se mi hangrit 40 sekonda. Unë e Faruku thamë Vushtria dhe Drenica. po ata që i morim vesh Ty të dash me mendu katë shumë që me vendos me ne apë një opinion kush bjena? Këtë sezon nuk besoj që pështon Llapi, edhe Vushtria. Llapi dhe Vushtria thëmë binë. Llapi dhe Vushtria. Ty edhe Leci pjep një përparësi Drenicës, a? Ju kanë rajtë qëto 2 ndeshjet e para, po sezona është e gjatë, këne jemi. Jo, prap menoj që Drenica mundet më këndel, kurse Feronikli e ka ekipën nështë pak më të mirë se Llapi dhe Vushtria. Byraku. Shikoni, 2 ndeshje jënë lu. Për momentin forma momentale mund të them Vushtria edhe Feronikli qërë 0 pikë, po flasim Drenica i ka 2 pikë. Në qofë se shikojmë Vushtria më ka befasu në ndeshjen e dytë. Nuk ka qenë ajo Vushtria si kur ndeshjen e parë kundër Malishevës 6-0. Pak të kishë qenë Vushtria me një provoj shumë let ishda me 1 pikë ndaj Balkanit. E pam që krejtësisht një are fort ishë për Balkanin. Do të thotë na po folim për formën momentale ku jonë lu 2 ndeshje. Forma momentale Vushtria nga 2 ndeshje i ka 0 pikë. Feronikli 0, Drenica i ka 2. Për atë arsye po thomë, mujna me folë për formën momentale, për matutje, mirë po, masi po thu kush do në me ra, për formën momentale, është e rizushme Vushtria edhe Feronikli. Për Drenicën e ka një provoj. Llapi 0 i kapësh, e? Llapi është tjetër, është një tjetër pështon Llapi, ka një kvalitet, ka krejt, për momentin mos që të këfilët. Në 5 penal që thonë, veç që ato kam e një vend. Samir, ka ekip, mirë po, unë e besoj që Llapi do të këfilët. Do të këfilët, mirë po, që se vazhdojnë në tokë si kur këtë ndeshje, Inshallah, veç kur del në